Parlamentitarin në Kosovë, partitë politike kanë rënë dakord atje që gjatë kësaj jave të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për ndryshimet kushtetuese dhe reformën e sistemit zgjedhor në vend. Kjo marrëveshje, e cila mundsoi tejkalimin e ngërçit politik në fillim të muajit, parasheh që zgjedhjet presidenciale të mbahen pas rreth një viti dhe presidenti të zgjidhet me voto drejt për drejt, ndërsa ato parlamentare pas rreth 2 vjet e gjysmë. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Të premtën, Kosova fillon në reformën e sistemit zgjedhor dhe ndryshimet e kushtetutës së saj. Parlamenti duhet të vendosë për formimin e komisioneve të përkohshme, të cilat do të merren me zbatimin e marrëveshjes së arritur ndërmjet udhëheqësve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re për këto reforma, marrëveshje kjo e cila mundsoi zhbllokimin e ngërçit politik në fillim të këtij muaji dhe zgjedhjen e presidentës së vendit më 7 prill. Po atë ditë parlamenti e miratoi atë marrëveshje në formë të rezolutës. Kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi tha se kjo çështje do të jetë pikë e parë e punës në seancën e së premtes. Ndryshimet kushtetuese pritet të përfshijnë pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që në të ardhmen duhet të zgjedhet me vota të drejtpërdrejta për të shmangur problemet e deritashme. Që nga shtatori i vitit të kaluar, 2 presidentë janë dëruar për shkak të rënies ndesh me kushtetutën. Kryetari i parlamentit tha sot se ndryshimet janë vetëm plotësimi i kushtetutës aktuale. Unë mendoj që tendencat për të amendamentuar kushtetutën nuk e damtojnë as e zhvlerësojnë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por megjithatë e plotësojnë dhe e konkretizojnë çështjet që janë të nevojshme të ndryshohet. Do të nuk e damtojnë kushtetutën amendamentimi i saj, përkundrazi e shtojnë modernizimin e saj. Nismën për përshpejtimin e formimit të komisioneve ka marrë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, sipas të cilit të dyja komisione do të kenë nga 9 anëtar, në të cilët Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do t'i kenë nga 2 përfaqësues, ndërsa partitë tjera nga 1. Sipas marrëveshjes, Komisionin për ndryshime kushtetuese e drejton pushteti, ndërsa atë për reformën zgjedhore opozita. Dhe arsyeja sepse të mos themi mingut, po kemi qenë të angazhuar që këtë ndodhë, është që të mos humbet kohë, sepse askuj nuk i konvenon që të humbet kohë në formimin e këtyre komisioneve dhe fillimin e punës madhe që na pret edhe si deputet, edhe si shoqëri, gjithë ata që do të jenë të kyçur në këtë proces të këtyre ndryshimeve që priten, të mos humbet kohë dhe sigurisht do t'i konvenonte veç atyre cilës do të dëshironin të ketë ndryshime në kuptimin pozitiv dhe ndryshime që do t'i eliminonin ato tmeta që kanë qenë edhe konsiderojmë kanë qenë në veçmas në ligjin zgjedhor, po pse jo edhe në mënyrën e zgjedhjes së presidentit edhe çështje tjera. Ndryshimet kushtetuese dhe reformat në sistemin zgjedhor janë mbështetur edhe nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që ndryshimet kushtetuese të jenë më të thella dhe në radhë të parë të menjënjojnë pjesën që i ndalon Kosovës bashkimin me Shqipërinë. Marrëveshja, e cila që arritur me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell, parashet që zgjedhjet presidenciale të mbahen pas më se 1 viti, ndërsa ato parlamentare pas më se 2 vjet e gjysmë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.